Për të gjithë juve mësuesit apo prindërit, të cilët gjithmonë qajni që pse fëmia im apo nxënësi im nuk është i përqendruar dot, nuk mezi shkruan, mezi përqendrohet në mësim, mezi mëson. Sigurisht që këto gjërat në ditët e sotme do të përjetohen sepse të rinjt ose fëmijët janë të bombarduar nga informacionet që marrin nga celulari apo kompjutrat, lojrat. Fëmijët dhe nxënësit do të jenë të shpërqendruar madje në ditët e sotme me inteligjencën artificiale, nxënësit ose të rinjt nuk janë në gjendje do të krijojnë një fjali, nuk janë do të në gjendje të jenë kreativ. Ato argjojnë shumë energji tek kompjutrat apo tek lojrat dhe nuk janë në gjendje të bëjnë njerëz. Ka një zgjidhje për këtë, okay? Në ditët e sotme në fakt gjithë kjo sistemi i kompjutrave ose sistemi inteligjencës artificiale ose është bërë prapë për të bërë robotizuar brezat e rinj. Kanë do të mendojnë diçka krijuese, diçka që është logjike, diçka që është e mirë për ta. Kam mësuar në përshkolla apo në shtëpia posturën, që është gjëja kryesore, të folur nga qendra e gojës, e cila e balancon mendimet dhe i bën përqendruar, i mban të qetë dhe të aftë për të komunikuar mirë, për të bërë një jetë më të mirë. Nëse këto dy gjëra nuk do bëhen në ditët e sotme me këtë bombardim robotizmi, atëherë nuk do të jenë në gjendje të bëjnë një jetë praktike të mirë.